Deputeti socialist Erion Braça u ka dërguar një mesazh të gjatë bashkëpunëtorëve të tij mbrëmjen e kësaj të premteje. Shkaku bë heqja e tij si drejtuesi fushatës në njësinë 5 të Tiranës, në një mbledhje të drejtuar nga kryeministri Edi Rama, njëherazi kryetari i PS-s. Në njësinë ku Braça u zgjodh deputet, ai do të bëjë fushat në krah të Taulant Ballës dhe Niko Peleshit, duke larguar nga kjo njësi Delina Ibrahimajn. Këtë lëvizje Braça e quan fyese dhe të neveritshme. Akti i sotëm është i padrejtë në raport me gjithë çfarë ka bërë si drejtuese deputet në njësinë numër 5. Reflekton mjaftueshëm dyshimin ndaj meje e sjelljes time në zgjedhje. E neveritshme kjo, por e denj fiks për atë që e ka bërë dhe perversitetin në raportet njerëzore. Pa e lë me kaq dhe po kursej të vërtetën deri në fund, e që është fyese pafund. Dua t'u them që unë e refuzoj këtë akt. Thuhet në mesazhin që Braça ka dërguar e publikuar. Revolta e tij është me drejtuesit e PS. Ai nuk përmend emra, por zhvendosja e tij nga Divjaka në Tiranë u bë me kërkesë të Belinda Ballukut. Tani që ajo do të drejtojë të gjithë fushatën e Tiranës, duket se ka goditur sërish Braçën. Natyrisht unë nuk ka gjast të bëj ata që këta bën kundër meje. E thjesht unë nuk jam këta, unë jam socialist. Do të thotë do të bëj fushat cepë më cep të njësisë 5, ashtu siç di, rrugë më rrugë, sy më sy me socialistët e njerëzit, duke shtrënguar duart e duke luftuar për punët, shkruan Braça. Edhe pse ishte një nga kandidatët më të votuar në listën e hapur, atij nuk ju dha një detyrë në qeverinë e re, duke e lënë një deputet të thjesht. Kjo ka bërë që edhe në faqen e tij në Facebook, ai të prezantojë veten si deputet i PS, por tani i lirë, deputet i Tiranës, fitues me votë në Bashkinë e Madhe, Kamës, Vorë, Kavaje, Rogozhinë, posaçërisht në diasporë.